Ministria e Financave do të rikthejë javën e ardhshme në treg obligacionet 15 vjeçare, duke synuar të sigurojë 1.5 miliard lekë përmes riapjes së ankandit. Ky zhvillim vjen në një moment kur interesi për titujt e borxhit po rritet. Në ankandin e fundit, norma e kthimit për investitorët u ngjit në 6.22%, niveli më i lartë i shënuar që nga fundi i vitit 2024. Megjithatë, kërkesa e tregut rezultoi më ulës se pritshmëritë. Investitorët përshtanë oferta me vlerë rreth 1.41 miliard lekë, duke mos arritur të mbulojnë shumën që qeveria kishte planifikuar të siguronte. Rritja e inflacionit e pasigurisë e krijuar nga zhvillimet gjeopolitike në linjën e mesme po ndikojnë në tregjet financiare, ndërsa ka forcuar pritshmëritë se norma e interesit mund të rritet në muajin e ardhshëm, pse Banka e Shqipërisë ka lënë të pandryshuar normën e bazë të interesit në 2.5%. Ekspertë vlerësojnë se presionet inflacioniste mund të sjellin ndryshime në politikën monetare. Në këtë situatë, obligacionet afatgjata po shihen si një mundësi për investitorët që kërkojnë të përfitojnë kthime më të larta nga kursimet e tyre. Pjesëmarrja në ankand do të bëhet përmes bankave të licencuara, ndërsa investimi minimal është 300.000 lekë.